Bekim Balaj ka kaluar shumë vite në radhët e kombëtares shqiptare të futbollit, duke qenë protagonist i saj edhe me gola shumë të rëndësishëm si ai ndaj Portugalisë, por në mendjen e njerëzve do të mbetet sidomos lufta për flamurin në Beograd, ku Balaj ishte ndër të parët që mori flamurin e autoktonus nga duart e futbollistëve serb. Një moment i paharrueshëm për shumë kënd për mënyrën se si futbollistët shqiptar bën gjithçka për të mbrojtur simbolet shqiptare, siç e kujton vetë Bekim Balaj në prag të një tjetër ndeshje mes Shqipërisë dhe Serbisë. Është një ndeshje që vdendet dhe mbetet në memorien e të gjithëve, mund të them për rrethanat që ishin dhe në atë ndeshje djem të gjithë bën maksimumin, edhe pse të pak në numër që ishim nuk na mungoi asgjë për të ruajtur simbolet tona, tha Balaj pas një takimi motivues në Shkodër me të rinjt në kuadër të iniciativës Tatham Shkodër. Megjithatë, Balaj shpreson që në ndeshjen e së shtunës mendja të jetë vetëm te futbolli në fushën e lojës. Ndoshta në këtë moment jemi në një situatë ndryshe, kjo ndeshje është madhore për objektivat që kemi ne, pasi Serbin mund ta shohim si kundërshtar indirekt për një kualifikim të mundshëm në një botëror. Një ëndër për të gjithë shqiptarët që besoj se ky grup ka forcën ta bëjë realitet. Dhe nisur nga kjo ndeshje në Tiranë, mendoj se djemt duhet të ruajnë qetësinë, duhet të jenë gjak ftohtë dhe ndoshta të mos i marrë me vete ajo atmosfera në shkallët e stadiumit, pasi ngarkesa emocionale është e madhe për një ndeshje të tillë. Shpresoj që të jenë gjak ftohtë dhe të bëjnë më të mirën e mundshme në fushën e lojës dhe të arrijmë të dalim me një fitore që do të na blente shumë, tha sulmuesi shkodran.